Përshëndetje, po fillojmë intervistën e radhës me trajnerin Tetova, Futboll Klub Legnatios, për ndeshjen që do të zhvillohet ditën e 31 mars në stadiumin e Ballshit me Bylisin. Profesori vjen në këtë takim me një ngjeshje të stërvitjeve, ngjeshje të ndeshje, por për më shumë ka fjalën trajneri Tetova. Përshëndetje. Tetova, pa pasur kohë të mirë në frymë, duhet të luani transfertë ndaj Bylisit, teksa në mesjavë sfiduat Vllaznin. Si po e përballoni kalendarin e ngjeshur? Është shumë e vërtet kjo, po themi që edhe para pushimit kombëtarës, por të tani kalendari është i ngjeshur. Siç ishte ndeshja e parë me Vllaznin, që pakën flas për vete, për kontingjentin. Mendoj tani më janë rikthy, kemi rikuperuar 3 lojtarë. Mendoj që prap afër është, por mendoj që me kontingjentin që do kem në vazhdim, mendoj që do të përballojmë ndeshjet mirë. Profesor, si ndjeni kur ende nuk e keni kontingjentin e plot? Sa po e thash, normalisht çdo trajner duhet ta ketë kontingjentin e plot. Kjo ka shqetësuar jo pak ekipin tim, sepse gjatë çdo jave kemi pas ndryshimin e 3 apo 4 lojtarëve. Por mendoj që nga dita e sotme, mendoj që grupi është i mbledhur dhe është i gjithë stabil. A keni probleme pezullimesh apo dilema për formacionin? Jo, pezullime nuk kemi. Siç e thash, janë rikthyer gjithë lojtarët, përveç Malotës edhe Ndrecës. Malota, i cili tani më ka filluar me grupin, kurse Ndreca akoma. Grupi tjetër pastaj është i plot. Kurse për sa formacionin, mendoj që këto 2 ditë do të shikojmë diçka. 3 barazime radhazi, a janë shumë për një ekip si Egnatia? Jo, s'janë shumë fare, sepse fundi çdo gjë në kampionat bëhet me pikë dhe barazimet janë pikë. Kështu që mendoj jemi aty, jemi të parët. Objektivin e parë që jemi në Final Four kemi arritur. Tani kemi objektivin e dytë, për të qenë i pari ose i dyti, për të fituar të barazimin, por megjithatë kjo do të ngjitet në vazhdim pastaj. Siç e thatë, Egnatia është ekipi i parë i kualifikuar zyrtarisht në Final Four. Çfarë do të thotë kjo për ju? Mendoj që është viti i dytë i një eventi shumë bukur që bëhet në Air Albania në Final Four. Mendoj që është viti i dytë radhazi që ne jemi në Final Four dhe kjo temase na gëzon. Mendoj pastaj që ajo më e mira të jetë fitimi. A do të bëni më shumë rotacion në formacion, duke menduar tashmë edhe për Final Four, për të shkuar atje me të gjithë grupin dhe në maksimumin e formës? Do të shikojmë, nuk kam vendosur gjë për këtë, sepse siç e dim, gjithë ne mbyllim muajin e Ramazanit. Tani më dihet që kurba e lojtarëve, un kam 13 lojtarë që kanë marrë Ramazan dhe mendoj që është një augur i mirë, paktën kështu e mendoj personalisht, dhe do të shikojmë pastaj si do të jetë gjendja e tyre dhe me lojtarët që do të vinë ose që janë kthyer nga rekuperimit ose nga kartonët, dhe do të shikojmë format e rotacionit. Faleminderit. Faleminderit juve.